Bashkimi Evropian dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kanë investuar në Cook Commerce afro 140.000 euro, ndërkaq 69.575 euro ishin bashk investim i kësaj ndërmarrjeje për blerjen e 4 makinave të reja të prodhimit. Ne na bën shumë qefit që kësaj ndërmarrje u kanë hapur dyert drejt tregjeve të eksportit dhe gjithashtu pronarët na e dëshmuan se tani më kanë njësër kontratash dhe i plasojnë produktet e tyre në vendet e Bashkisë Evropiane. Ministri Bajrami ftoi Bashkimin Evropian që të mbështesë edhe matutje këtë projekt edhe në fazën e dytë. Ndërkaq përfaqësuesi i zyrës së Bashkimit Evropian, Christoph Stock, tha se këto projekte janë shembull i mirë i bashkëpunimit me Bashkimin Evropian. Sot do të vizitojmë edhe 2 projekte të tjera të këtij rajoni të cilat kanë mjaft donacione përmes këtij granti afro 200.000 euro dhe është një shembull i mirë i bashkëpunimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së Kosovës. E mira e këtij projekti është se investimet janë të prekshme dhe ofrojnë mundësi të reja për punësim dhe cilësi për eksport. Në Lubisht të Prizrenit u vizitua fabrika Ekoterm, ku Bashkimi Evropian dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kishin investuar 20.700 euro, ndërkaq kompania 15.400 euro bashk investim. Pronari Muso Salihi u shpreh i kënaqur me këtë investim, i cili që tani ka hapur rrugë për eksportet edhe në Shtetet e Bashkuara. Dua t'ju falenderoj për partneritetin me Ministrinë e Tregtisë dhe Bashkimin Evropian për implementimin me sukses të projektit nga zyra e Jomit në Prishtinë. Ky projekt për ne ka rëndësi të madhe sepse forcon pozitën tonë në treg. Bëhemi konkurrent serioz për të gjithë si dhe kemi mundësi të prodhojmë produkte të reja në vendin tonë. Si pjesë e investimeve u tha se është edhe ndërmarrja Vlesa nga Suareka, ku janë investuar 25.000 euro, ndërkaq vetë ndërmarrja 9.200 euro. Të gjitha këto projekte janë realizuar nga ana e EOM-it në Prishtinë.